Më pyetët protesta, aksione tjera. Tash opozita, si e shoh unë, mendoj që është e drejtë, po tash të gjitha drejtat nuk I kemi neve, kështu do e diskutojmë. Puno me dy dorë. Njëra dorë është të mundohet të ekspozoj, ta gryj nga poshtë mbështetjen që ka kryetari I bashkisë, se deri sot që se ka shkaku gjykata, ai mbetet kryetar bashkie. Siç e shoh unë, pavarësisht që unë se kam pa kurrë si kryetar bashkie, po me letra po flasim respektimin e ligjit drejt kushtetutës. Me letra derisa të shprehet kushtetuta. Ndjes gjykata kushtetuese, e cila shkelur dhe më parë nga Edi Rama, po hajde. Me një dorë neve mundohemi të ekspozojmë, ta denoncojmë, të bëjmë protesta, të qëndrojmë kundër, mundohemi ta shkarkojmë një dorë. Nga krahu tjetër mundohemi të ndërtojmë forcën tonë, kandidatët tonë, idetë tona, programin tonë, e çfarë dusha, me një dorë këtu mundohesh të prishë, me një dorë tenton të rregullosh, sepse kështu merret pushteti, dakord, me dy dorë, jo me një dorë. Dhe është e vërtetë ajo që thoni. Është dashur që kjo punë të niste me kohë. Absolutisht e vërtetë. Pse? Se ka njerëz cilët mund të punojnë me modele më të shpejta, ka njerëz që kanë nevojë modele pak më ngadalta nga ky drejtim. Dhe partitë e mëdha, absolutisht, dhe kur janë të sulmuar siç kemi qenë neve me vite, ka nevojë për kohën e vet. Avem diskutim fare. Dhe u vonu, patjetër u vonu. U vun lëvizje mbasi u shkarku, mos gaboj 11 shtator, mbasi Edi Rama deklaroi që do e shkarkojmë këtë, do bëjmë zgjedhje. Nuk dim datën, por akoma s'dihet data atyre, data 9 nëntor, po dihet që do ndodhte apo jo. Dhe këtu filloi lëvizja. Pra këtu ishte vonesë, të jemi të qartë, në shumë aspekte. Vendimarrja, në fund fare, u vendos për person jo partijak, që është herë e parë që ndodh Partia Socialiste. Nuk e di tash partitë e tjera kanë pas, po Partisë Demokratike. Partisë Demokratike, që ta bënte këtë diskutim. Kur nuk ka menuar kokën e vet që do mbështesim një person apartijak I cili do mbledh një front opozitar nga mbrapa. Nëse mund ndërhyj këtu një sekond. E para është person jo partijak dhe e dyta, sepse tash më të thush se jo politik nuk është jo partijak. Jo partijak. Po. E para, sepse punosh ke syri net dhe të morësh rrogën nga Zeni. Tash të gjithë e dim që ajo televizioni I Zenit, edhe I familjes Berisha. Nuk mendoj që je I punësuar me durët e tuaja, me mundin tatë, me djersën tatë, edhe unë I punësuar shtetja, po s'do të thotë që jam I Edi Ramës. Jo, mirë. Po, tash ti, si e mendoj unë. E dyta, ai është djalë shumë I mirë, ka një profil si humorist, thonë ka studiuar arkitektur, po nuk ka kriju një profil politik apo menaxhues. Tirana është halli I madh, është menaxhues. Edhe tjetra që dua të shtoj është që a tregoj kjo dhe e mbyllim, a tregoj kjo që asnjë nuk që gati të dalit marri përsipër këtë sfidë, se politika është sfidë. Kishte gati. Po, tash unë po them serioz. Dhe nga këto njerëz që kanë kontribuar politikë, sepse shumë nga emrat ton nuk janë bërë të ditur, janë diskutuar në tavolinë tonë, po nuk janë bërë fronti opozitar. Unë nuk mendoj që ka front opozitar. Ka një parti demokratike dhe ka ca partiçka mikrobus. Po mirë, quajeni juve si doni, partiçka mikrobus që vetëm kanë përfituar siç është rasti unë themi që ne kriju rasti më unik në botë, një Fatmir Mediu që rrit 30 vjet tallavitet në politikë. Ne krijuam një rast që ishte unik. Edhe shkojnë gjykat, se po falim për drejtësi, që t'japë llogari për flas dot për partitë e tjera. Unë flas për partinë ku bëj pjesë unë. Tashti. Dy elemente që qenë pa precedent. Para se me dal ke emri individual që doli më vonë. Fillimisht ishin dy probleme. Unë jam I parimit që mbas çdo palëzjedhje ke fitu, ke humb do analizë. Dakord? Unë personalisht e bëj për atë detyrën time që kam. Njëjtë kam kërku analizën për 23-shin, njëjtë për 25-ën, po unë bëj analizën time dhe mundohem të veproj mbas të asajt që më rezulton mu, qofse s'ka një diçka më shumë. Raportin e OSBE-dit nuk po I hy, sepse dim se çfarë thot, mos ta ripërsërisim. Dy gjëra që vumre dhe besoj bim dakord ke këto dy gjëra që ishin, le të themi, pikat dopta. Son duhet të gjej pikat dopta që ti përmirësoj. Nesër, ky është parimi I analizës. Ishin njëri krah ishte
opozita është e fragmentarizuar. Dakor? Pra, e kishim fushat neve për 11 majin, janë shumë forca opozitare, PS-ja është 1, po ju jeni shumë, do humbet vota, do shpërndahet, do bëhet. Ky ishte një pikë e dobët. Dhe me këtë lloj lëvizje, duke nis nga Tirana, që është elektorati veçantë, nuk është elektorati klasik i Shqipërisë. Tirana është komplet elektorat tjetër.